Kryeministri Hristijan Mickoski në seancën e sotme parlamentare për pyetje të deputetëve theksoi se hetimin për tragjedinë në Koçan e udhëheq prokuroria e jo qeveria dhe pikërisht prokuroria përcakton kush do të përfshihet dhe theksoi për momentin janë përfshirë 68 persona, mes tyre funksionar aktual, gjë e cila në kohën e LSDM-s ishte një mision i pamundur. Nuk mendoja se mund të bini kaq poshtë dhe ende të përpiqeni të ngjiteni mbi valën e një tragjedie kolektive që goditi shtetin. Të paktën grupi parlamentar i LSDM-s ka më pak të drejtë të flas për moral. Sa i përket dorëheqjeve për 5 muaj nga sot, fillon fushata për zgjedhjet lokale dhe qytetarët do të vendosin se kujt do t'i përfundoj karriera politike, kujt do t'i vazhdoj dhe në çfarë forme. Qytetarët do të vendosin, deklaroi kryeministri Mickoski duke u përgjigjur në pyetjen e deputetit Mitko Trajçulevski. Kryeministri Mickoski i shpjegoi deputetit se hetimin e udhëheq prokuroria dhe prokuroria përcakton se kush duhet të arrestohet, jo qeveria. Le të ju tregojnë bashkëpartiakët tuaj për spitalin modular, për Laskarcan, për Besa Transin, sa persona u përfshin në hetime dhe sa kallëzime penale u dorëzuan në atë kohë. Nëse nuk ua tregojnë, së shpejti do të ketë debat në kuvend dhe do të dëgjoni nga kolegët e tjerë deputet se pse, kush dhe si. Hetimin për Koçanin e udhëheq prokurori publik, jo unë, jo qeveria. Nëse prokurori vendos që duhet të arrestohem unë, le të më arrestojnë. Për 7 vjet na keni burgosur, na keni arrestuar dhe deri më sot VMRO DPMN është në ndjekje nga prokurorët e përzgjedhur në kohën kur LSDM i zgjidhte ata. E kemi përballuar edhe burgun është për burra, ndërsa në rastin ton edhe për gra. Deri tani, në hetim janë përfshirë 68 persona dhe prokurori publik, prokuroria dhe të gjithë që janë të ngarkuar për këtë. Për dallim nga spitali modular, Laskarca, Besa Transi, ku vdiqën 75 qytetarë tanë, atëherë pati 0 të përfshirë. Këtu kemi 68 persona, ato të jenë 168, do të thot prokuroria, jo unë, jo ministri i brendshëm, por prokuroria bashkë me gjykatën vendos, theksoi kryeministri Mickoski. Kryeministri Mickoski shtoi se nuk duhet të ketë dyshim nëse prokurori thot që duhet të arrestohen funksionar të lartë të kësaj qeverie. Mickoski theksoi se nuk do të harrohen rastet si spitali modular, Besa Trans dhe Laskarci dhe se nuk do të ndihmoj as ndryshimi kontrabandues i kodit penal me flamur evropian.